Bismillahirrahmanirrahim, vëllezër të nderuar, këtu jemi në qytetin e Gjakovës te familja Jupaj, 3 antar të kjo motra jonë, Violeta Jupaj. Kemi ardhur një ndihmë me pak ushqimore, me veshmatje, me ndihmën e një motre son, e cila ka dëshiruar që të jetë anonim. Kjo familje jeton në këtë banesë sociale në gjendje shumë të vështirë ekonomike, por na tash do të bisedojmë pika shkurta për hallet dhe dertet e kësaj familjes. Përshëndetje motra. Motër e nderuar, ne kemi ardhur nga Prishtina për me dalë në ndihmë. Meqense ju keni telefonu dhe keni kërku ushqim. Na tregoni hallet dhe dertet e juja. Unë jetoj këto që 4 vjet në bashkëshorten. Gjendjen ekonomike të ronë nuk po kemi më shumë pa bukë se me bukë. Kena gjendjen e ronë ekonomike. Unë kisha pas nevojë për një strahen, për ushqimore, për veshmbullje. A keni pront ju jekun? Jo. Jo? Jo. Jo nuk merrni asnjë ndihmë sociale nga shteti për shkak që jeni banore Shqipërisë, apo? Po. Socialin s'ma kanë bërë, nuk dhe shtesat që i marrë Shqipërisë. Motër e nderuar, peshohin gjithë bashku hallet dhe dertet e kësaj familjes, jeton në këtë vetëm kjo dhoma? Po, është edhe ajo dhoma tjetër pa nëjna E po. Peshohin gjithë bashku çfarë gjendje si jeton kjo familje 3 antar. Ne do të mundohemi çdo herë që t'i dalim në ndihmë edhe kësaj familjes, por edhe familjeve tjera që kanë hallet dhe derte. Motër e nderuar, drejtoj donatorëve, çfarë kërkon? Unë kisha bërë një thirrje dhe një lutje për ushqimore, për veshmbullje edhe për një strehim. Ju kisha lutë, kam nevojë për një strehim, qëto jetoj që 4 vjet, 3 antar që jam, unë me qikë edhe me burë, qëto jetoj. Motër e nderuar, gjithë bashku peshohemi pamjen se si jeton kjo familje 3 antar, burri atë punon kon. Del çto punon ka parë, sa ka mundësi. Me kanoqe, ha? Po. A vazhdojmë i marrim i pakët ushqimore? Allahu e bekoft atë motrën tonë, Allahu e shpërblet, Allah i nderoj gjithë bamirësit. Shikoni edhe vetë se kush kanë haku juaj çdo herë shkon te ato familje të cilat kanë hallet dhe derte, po kjo familje ka nevojë edhe për pak ushqimore, edhe për veshmatje, por ka nevojë edhe për një strehim beshen edhe vetë se ku jeton tu paqera, ha? Banesat sociale t'ju kisha lutë për hir Zotit që t'i dalë ndihmë. Vazhdojmë i marrim pak ushqimore. Ty dojna i edhe krejt. Qëto s'ka ujë, nuk shkan se ujë të të përë. Shikoni vëllazë ku jeton kjo familje, shikoni në këtë dhomë me kënej. Të merr ku jeton. Kjo është banja. Shikoni edhe vetë. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Shikoni. Sa të jemi gjallë të bëjmë mirë, se kur të vdesimi, flasin vetëm veprat tona.